Mosparaqitja e ministres në detyrë të industrisë ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari dhe Fehim Malaj, avokatit të akuzuarit Irfan Lipovica, bëri që shqyrtimi fillestar në rastin e rezervave shtetërore të dështoj. Ridvan Muharremi dhe avokati i tij Mahmut Halimi u paraqitën me vonesë. Kryetari i trupit gjykues Avni Sylja tek vendosi ta shtyej seancën për 13 janar nga ora 9:30, theksoi se nuk ka dëshmi nga posta se ministri Hajdari e ka marrë ftesën. Deri në sot nuk kemi marrë ndonjë përgjigje se e njëjta është pranuar në rrezet të apo. Gjyqtari Sylja i dha urdhër avokatit të Hajdarit Florent Latifaj që ta njoftoj atë për datën dhe orën e shqyrtimit fillestar. Për të akuzuarën Rozeta Hajdari merr obligim avokati mbrojtës Florent Latifaj që ta njoftoj për seancën e radhës, ndërsa për mbrojtësin avokatin Fehim Malaj do ta njofton zyrtarja ligjore e zyrës së tij. Ministra në detyrë Hajdari ka reaguar në Facebook, duke thënë se nuk kishte ftesë për këtë seancë dhe kur të marrë ftesë do të paraqitet në seancën e radhës. Posta e Kosovës nuk ka reaguar lidhur me rastin e as gjykata themelore në Prishtinë. Të pyetur nga koha lidhur me këtë rast, nuk kanë sqaruar se tek kush është përgjegjësia, që nuk ka dëshmi që ftesa është dërguar në adresë apo që nuk është dërguar fare. Avokati i Ridvan Muharremit shprehu shqetësimin se është në pozitë juridike jo të favorshme për t'i marrë shkresat nga prokuroria, pasi tha se Muharremi nuk bën të ketë qasje në dokumente të klasifikuara. Ne nuk kemi pranuar t'i marrim shkresë të ladhës derisa nuk ikët dhe klasifikimi. Lidhur me avokatin Alaj, gjykata konstatoi se nuk u paraqit pasi pati seancë në gjykatën themelore në Pej, e për këtë e kishte dërguar në seancë zyrtaren ligjore të zyrës së tij. Alaj e konfirmoi për kohën se kishte një seancë tjetër dhe njoftoi se nuk i ka marrë shkresat me arsyetimin se Lipovica e as ai nuk mund të posedojnë dokumente të klasifikuara. Ka qenë rasti i caktuar me datën 5/11/2025, i caktuar për orën 10 pranë gjykatës themelore në Pejë. Sa për informimin e juve dhe të publikut, na nuk kemi pranuar hala shkresat lancë. Shkresat e lancë, prokuroria është e vërtetë se ka quajtur e majl për mëshkumin e pranuar. Na nuk mundemi pranu me qenë se dokumentat janë klasifikuar si sekret shtetëror. Për mos paraqitjen e Hajdarit në seancë ka reaguar zyrtarja e lartë e PD-s Vlora Çitaku, duke thënë se ky është sabotim i qëllimshëm i shtetit të Kosovës. Sipas Çitakut, një veprim i tillë është thirrje për anarki dhe vetgjyqësi. Aktakuza ngarkon ministrën në detyrë, pastaj zëvendës sekretarin Irfan Lipovica dhe drejtorin e departamentit të rezervës shtetërore Hafez Gara për korrupsion, derisa biznesmenin Ridvan Muharremi për ndihmë në kryerjen e keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Prokuroria speciale pretendon se me veprat e tyre të pandehurit i kanë shkaktuar dëm shtetit në vlerë prej 2.9 milion eurosh me importimin e grurit, prej të cilit erdhën rreth 59 tonë më pak.